Shumë pralla fillojnë me "na ishte një herë", por kjo fjali përdoret edhe në jetën reale. Na ishte një herë një vajzë që do e quajmë Bukura dhe një djalë që do e quajmë Bisha. Por kjo histori nuk i përngjan fare historisë prallore që kemi ndëgjuar e Bukura dhe Bisha. Ndoshta nga pamja fizike vërtet ishin e Bukura dhe Bisha. Por nga historia jo. Vajza ishte e bukur, e ndjeshme, e dhemshur, ndërsa djali ishte i bukur, i gjatë, zemërmirë, por i lënduar dhe i vetmuar nga e kaluara e tij. Na ishte një qytet i vogël, ku e Bukura dhe Bisha jetonin. Ishin dy miq të ngushtë, ishin krahët e djathtë për njëri tjetrin. Të Bukurës i kishte lindur simpatia kohë më parë për Bishën, por ajo ishte e ndrojtur dhe e tërhekur. Një natë të bukur pranvere, e Bukura dhe Bisha u takuan në një vend, ku e din vetëm vendalite ati vendi, larg syve dhe larg gojve të liga, që ndruan të përqafuar me orë. E Bukura dridheshte nga emocionet, ndërsa veshi i saj dëgjonte të rrahurat e zemrës së Bishës, ndërsa ai fliste, të Bukurës i hynte më shumë në zemër, duke ndenjur të përqafuar. Bisha e kapi për dorë dhe e pyeti: "A mundem të të puth?" E Bukura ngjeli për një moment, por momenti solli momentin. U puthën. Pas asaj ata u përqafuan dhe i kaploi heshtja. E Bukura shkoi në shtëpi, e kapluar në emocione të përziera dhe me pikpyetje në kokë. Nga ajo natë e Bukura ndërronte për një familje të lumtur me Bishën. Ata u takuan edhe shumë herë, por e Bukura heshti për ndjenjat e saj. Por ajo dyshonte se edhe ai e do. Por ai heshti për arsye që e Bukura nuk i di. Erdhi ajo natë e trisht, rrugët e tyre u ndan, e Bukura ngjeli duke grumbulluar copat e zemrës së thyer, ndërsa ai u shndroa në një tip aventurier. Bisha i përrallës shndrohet në njeri, ndërsa ti ngjele bish gjithë jetën.